Gostivari është ndër komunat me më pak parregullsi në sferën e urbanizmit. Kështu deklaron kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, i pyetur rreth raportimeve të shpeshta në polici për ndërtime pa leje në këtë qytet. Aktivitetin e policisë Limani e ka cilësuar si një fenomen që po ndodh vetëm në Gostivar, duke konsideruar gjithë zhurmën si një tentativë për të krijuar tema pompoze pa bazë reale. Për gjithë asaj që e kam si informat nga ana e sektorit të urbanizmit, por mbi gjitha nga ana e inspektoratit, me plot bindje them se Gostivari është ndër komunat ku ka më pak parregullsi sa i takon çështjes së urbanizmit. Gjithashtu patjetër të cek që policia në këtë rast e cila del dhe bën inspektim, me të gjithë informatat të cilat i marrë në nivel të shtetit, ndoshta Gostivari është komuna e vetme ku policia bën këtë punë, edhe mendoj që ka shumë objekte të cilat janë në proces të marrjes lejes së ndërtimit, dhe ato ditë derisa merret leja, ato ditë normalisht në punët parapërgatitore, inspektorët dalin dhe normal bëjnë tema të cilat nuk kanë të bëjnë me realitet. Ndryshe nga sektori i urbanizmit, në raportin vjetor të vitit që lan pas theksojnë se transparenca dhe ligji mbeten shtyllat kryesore të punës së tyre. Sipas raportit, Gostivari renditet i pari në nivel të shtetit me 258 leje ndërtimi të lëshuara, duke përfshirë 118 shtëpi individuale, 24 objekte kolektive, 9 objekte industriale dhe 70 projekte infrastrukturore. Përveç lejeve, thon nga sektori i urbanizmit, komuna ka miratuar leje të rëndësishme urbanistike për bloqet 24, 25 dhe 27, si dhe ka përfunduar 50 procedura të planeve urbanistike. Për autoritetet komunale, këto shifra janë treguesi i qartë i besimit dhe funksionet korrekt institucional, si dhe ka përfunduar 50 procedura të planeve urbanistike.